Bërësh, një bërësh. Kapë shatë. Të këllëzoj drejtë. Quhem Azem Haxholli, jam I lindur në Prishtinë, jemi 5 vllazën, dhe këto iniciativën, do që kena marrë nga banorët, janë banorët të mirëprit me çdo kusht, sa më shpejt që të kryhet kjo xhami, se është nevojë kërkesë e banorëve e ka hershme. Banorëve këto që mirëpresin xhamin, këto domethënë e mirëpresin edhe që janë bizneset për rreth të lagjës, shkapaj, sepse ata aty në I bjen larg me shku në tjera xhamia, e këto I bjen shumë afër dhe I lidhesht vend kyç, ku lidhet edhe me autostradën Prishtinë-Mitrovic, po Dujevë, me gjitha rrugët është vend kyç, këto e mirëpresin shumë bizneset dhe punëtorët e tyre që do të vinë të falin të kohët e namazit në këtë xhamin tonë. Minaret e kësaj xhamie, këtë xhami do të ka 2 minare. Minaret e sajna janë 41 metër gjatësi prej tokës. Këtu ka me qenë një vend takim, jo vetëm vend falje për njerëzit, por ka me qenë vend takim për mu shoqënu, për mu afrue banorët në këtë vend. Edhe ka me qenë një shembull për gjitha xhamit edhe për këtë rajonin këtu në kjo paralagje e Prishtinës Shkapaj. Këtu gjendemi te stubi I famshëm që është bëhe viral në vitin 2024 me 30 maj, pikërisht në këtë vend këtu, ku kam qëndrue dikon rreth 3 orë gjys në atë kohën, kur patën ardhë forcat njësisë speciale të policisë Kosovës, bashkë me inspektorin e komunës, për rënimin e xhamisë. Jam falenderues ndaj Allahut, ndaj krijuesit të gjithësisë që më ka bëu sebeb këto me qëndru, me kanë sebeb që mos me lën me rënue xhamin. Unë zbashku me vllazni, me kosheri, me kojshi, me gjithë. Ishte një ditë e vështirë për mua, kur në jetën time keq se atë ditë nuk jam ni. Ishte e vështirë sepse jam I lidhur shumë për xhamie, sepse prej ditës kur ka filluar xhamia, unë kam qëndruar gjithë dhe qëndroj çdo ditë me punëtorët këtu. I parën e vinë ora 7:15 në mëngjes, dhe në ora 17:30 unë dalem më me pikë këtij vendit këtu. Për këtë xhami, domethënë, jena maltretuar edhe si familje, edhe vëllau domethënë ka marrë burg për këtë xhami, vetëm arsye se kena rezistuar, s'na lëmë me rënë xhamin, kena marrë dënime nga policia pa arsye, vetëm ata mu hakmer, sepse si la me rënu e xhamin, kena marrë dënime unë, Hoxha, Barisediu, vëllau, Adnani, kojshit të tjerë. Mirë për elhamdulillah për Allahut, xhamia po ndërtohet. Edhe pas shumë sakrificav, shumë ankesa, shumë sfida kena pas, mirë po Allah kur do më të ngrit Allahu. E falenderoj Allahun shumë për këtë që kena bo, inshallah Allah na shpagu, na s'kena bo kur gjë heq absolut me një mënyrë, na vetëm kena mbrojtur shpina Allahut, po I na konë gjendje, edhe jem në gjendje, edhe jetën me dhonë, e vetëm mos më prek asnjë blok më rënue këto xhamie. Në namazit, në kohën e parë, kjo xhami këtu që është duke ndërtuar, është në finalizim e sipër, e ka një specifik të veçantë, sepse në këtë vend këtu, në paralagjen e Prishtinës, në Shkapaj, kur ezani nuk është thirrë. Këtu, domethënë, në vitin 1952, shqiptari I parë që ka në këtë vend, ka 4 gjyshi Emre Xhepi, me djemtë me babgjyshin tim, me djemtë e vet.
Këto kanë qenë një 13 shtëpi, 14 shtëpia Serb, atër kanë ata katragjysh jam këtu, ata Serb s'kanë dashur me lon mu vendos. Sepse ata s'kanë dashur me lon këto shqiptarë me hi, mirë po kanë qenë këta karabllak babgjyshi me vllaznin me babën e vet, edhe si kanë vetë, kanë jenë vendos këtu. E këto është një nevojë ka mëçme në këtë vend për një xhami, kërkesë e banorëve moti, elhamdulillah për Allahut që tash është duke ndërtu edhe po shkon drejt finalizimit të punës së vrazhd xhamisë në Shkabaj. E falenderojmë gjithë shqiptarët këtu që kanë kontribuar për këtë xhami, për këtë shtëpi të Allahut. Në veçanti e falenderojmë zotëriun Urim Hoxha nga Gjermania, atina Allah ja bof qabe në 2 jetë. Është një nder i juni që na bëhe Haxhi Urimi, që ka më përsipër ndërtimin të xhamie në tënësi. Edhe gjithë shqiptarët kudo që janë kanë kontribuar njerëzit edhe nga të rrjedha shqiptare, nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, nga Bujanosi, nga gjithë atë kanë kontribuar për këtë xhami këtu tonë. Për atëve pendimi më pranë të vërtetës.